Për shëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Thea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Thea Tarot 2025. Dhe tani do të marrim disa nga mesazhet e ëngjëve. Sa thonë ëngjëjt për ditën e sotme. Çfarë na thonë ëngjëjt? Çfarë mesazhi na japin ëngjëjt për ditën e sotme? Do të keni gjëra të lumtura në ditët në vazhdim. Kërkoni ndihmë njerëzve që keni pranë, sepse me një oportunizëm midis tyre, juve me besimin që keni te vetja, do të ndryshoni pjesën e botës tuaj të brendshme shpirtërore dhe do të keni ndryshime të mëdha të lumtura. Pra, gjithmonë duke besuar në botën tuaj, në veten tuaj, në forcat tuaja, situata do të ketë bashkësi, pra do të jetë një situatë në ndryshim, do të ketë ndryshime të mira në jetën tuaj. Këto ishin disa nga mesazhet e ëngjëjve për ditën e sotme. Do të marrim dhe disa nga mesazhet e yjeve të diellit dhe të hënës. Na thon yjet, dielli dhe hëna, mesazhet e tyre. Hëna. Si hëna që rritet ngadalë dhe shpirti zgjohet me duri. Errësira është vetëm sfond për dritën e hënës. Hëna është magjia e natës dhe misteri i shpirtit tonë. Dielli. Në çdo lindje dielli shihet një premtim do të bëhet më mirë. Dielli është mësuesi më i madh i ndryshimit pa fjalë. Lejoje shpirtin të jetë si dielli i hapur dhe i ngrohtë. Dhe yjet. Yjet janë kujtimi i përjetësisë, një qiell kalimtar. Në errësirën më të thellë, yjet ndryshojnë në më fort. Çdo yll është një dëshirë që universi nuk haron kur për t'ua bërë. Këto ishin dhe mesazhet e yjeve, të diellit dhe të hënës. Faleminderit shumë, miq të mi.